pra pikërisht rezultatet e këtyre privatizimeve efikase që janë ndërmarrë gjatë viteve. Pse prodhimi i energjisë nga koncesionarët privat ra më shumë se ai i heceve publike? Pikë pari, unë do nisë me një prononcim, sepse si e thetime të drejtë, ne kemi qenë fushat elektorale, edhe ne njohësit e fushës, pra dhe unë personalisht nuk është se jam marrë shumë, por edhe media nuk është marrë, sepse e gjithë vëmendje ka qenë të zgjedhjet. Ajo që unë duhet të them dhe i bëj një apel korporatës elektroenergjitike shqiptare Keshit, se është në shkelje me ligjin dhe në webin e saj, zyrtar që ka detyrim ligjor duhet të bëj të publike transaksionet e shitblerjes energjisë. Postimi i fundit, njoftimi i fundit është në datën 15 mars, pra po ikën maj, pra jemi në fund të muajit maj, dhe nuk ka asnjë njoftim zyrtar, pra kemi të bëjmë një shkelje të ligjit. Pra ne nuk e dim sa energji ka bler Keshi apo sa energji ka shitur Keshi. Ne nuk e dim me shifra konkrete, pra të updetuara sa energji kanë prodhuar hecet publike dhe ato private. Por ne i referohemi si e thetimet drejt vetëm dhënave të instatit. Pra, Keshi duhet të bëj detyrën dhe duhet të kthehet në ligjshmëri. Zgjedhjet mbaruan, ishin terren u morën për të mbledhur vota. Kjo kaloi tashme të kthehen të zbatojnë ligjin dhe të kryejnë detyrën. Pra t'i bëjmë publike të gjitha transaksionet. Sepse ne jemi para verës dhe në këtë periudhë, marrë shkak nga vitet e kaluara, pikërisht pra dhe ta bëra dhe pyetjen. Prodhimi hidrik bie. Prodhimi hidrik bie sepse rezerva hidrike në hidrocentrale ulet për shkak të mungesës së reshjeve, por problemi është me çfarë çmimi blihet energjia elektrike. Ne kemi me qindra hidrocentrale private, por edhe këto në këtë periudhë e ulin prodhimin dhe detyrohet korporata elektroenergjitike shqiptare të dalin në treg të lirë, pra në bursë ta blej energjinë elektrike. Por kur Keshi vetë nuk prodhon, privatët nuk prodhojnë, i bie që çmimi i 1 megavatori që blihet me një çmim shumë të lartë dhe kjo ndikon pastaj në atë bilancin negativ që ka korporata elektroenergjitike shqiptare. Por ajo që është e papranueshme, ne jemi në vitin 2025. Mund të më thoni, pra e kam pyetje në fakt retorike, sepse përgjigja dihet, sa hidrocentrale publike, investime të qeverive shqiptare, të shtetit shqiptar, janë bërë pas rënies së komunizmit. Më thoni një hidrocentral publik. Zero. Pra ne nuk kemi bërë në 35 vite as edhe një hidrocentral publik shtetëror. Pra, apo funksionon pikërisht modeli i dhënies me koncesion? Meqense s'kemi bërë asnjë hidrocentral publik? Me thënë drejtën fatkeqësisht nuk është se funksionon, sepse pjesa më e madhe e këtyre bizneseve janë biznes. Pra, kanë kaluar tashmë shumë, le të themi, ndërtues nga ndërtimi tek pjesa e investimit në energji dhe kryesisht tek hidrocentralet, sepse është forma më thjesht për kthimin e investimit, por unë si qytetar dhe taksa pagues e kam problemin diku tjetër, sepse kostoja e prodhimit të 1 kilovatori nga hidrocentralet publike është rreth 2.25 lek, kurse kostoja që shteti shqiptar i pagon privatit, e dini sa është 10.1 lek kilovatori. Pra, gati 5 herë më shumë se sa kosta e prodhimit nga hidrocentralet publike. Dhe këtu tani është problem tjetër, si janë dhënë këto leje, kush i ka përfituar këto leje dhe çfarë benefitesh kanë sjellë këto hidrocentralet publike në buxhetin e korporatës elektroenergjitike shqiptare ose në tërësi të shtetit shqiptar. Pikërisht pra, a kemi të bëjmë me një zinxhir përgjegjësisht që shkon deri në nivelet më të larta të vendimarrjes, si e shihni lidhjen mes kontratave publike, tendereve dhe mungesës së transparencës në energji. Ja, për shembull, më lejoni që unë do vazhdoj të referohem instatit, sepse siç thatë ju, nuk kemi burim tjetër shifrash. Importi i energjisë në këto 3 mujorin e parë të vitit 2025 u rrit me 43.4% importi, kujdes. Dhe pyetja është kujt i shkojnë parat e kësaj varësie në një kohë kur qeveria ka marrë fond nga BE për të lehtësuar faturat e qytetarëve, pse lejohet asmerë rritja masive e importeve mbi 43%? Pra kush përfiton nga kontrata e importit dhe sa transparente janë këto marrëveshje me të gjitha? Ja, t'ju e them unë shumë thjesht. Korporata elektroenergjitike shqiptare
ka të paktën 3 vite që nuk i kryen transaksionet e blerjeve dhe shitjeve të energjisë elektrike në platformën e vet. Sa ka një platformë vet keshi për shitblerjet e energjisë, por i kryen me kompaninë seksere ndërmjetëse. Pra në vendin tonë janë rreth 16 kompani që merren me shitblerjet e energjisë. Dhe ajo që është absurde, keshi del me bilanc negativ, pothuajse çdo vit, e thot kontrolli i lartë i shtetit, por këto kompanit private, të paktën në vitin e fundit, kanë dalë rreth 130-140 milion euro me fitim. Me fitim. Këto dalin me fitim, kompanit seksere, unë preferoj të i quajnë këtë lloj forme, se nuk bëjnë asgjë tjetër veç se bëjnë thjesht ndërmjetësin, kurse korporata elektroenergjitike shqiptare del me humbje. Pra nuk do ishte më mirë që këto 130 milion euro të munguara ti kryen të keshi. Pra këtu ka, le të themi, një problem shumë të madh në pjesën e sektorit energjisë, sepse flitet shumë pak, por bëhet fjalë për miliona euro që janë deme ose të ardhura që mungojnë në buxhetin e kompanive elektroenergjitike që më pas kthehen në mungesë në investime. Pra, nëse ti del me buxhet negativ, absolutisht ti nuk mund të bësh një hidrocentral publik, se ku do të gjesh lekët në fund ditës. Por tashmë po ndodhet diçka tjetër përveç hidrocentraleve. Ka plasur ky bumi i investimit në panelet fotovoltaike, sepse janë bërë këto licencat, mjafton që t'jesh një votues i partisë në pushtet, mjafton të mbledhësh vota dhe t'japin leje direkt kryesisht në zonën e Darzezës në qytetin e Fierit, pra jashtëzakonisht shumë thjesht, pa marrë parasysh çfarë përfitimi do ketë për komunitetin dhe për sa vite do kthehet ky investim. Pra vazhdon absurdi i nisur nga qeveria Berisha me dhenjen e lejeve pa fund për hidrocentrale, tashme po jepen leje pa fund për panele fotovoltaike, që kjo ose më saktë ne do ta shohim çfarë do ndodhi me këto vetëm pas disa vitesh. Unë fakt duhet të bëj edhe pyetjen e fundit. Problemi, ne do flasim shpesh për energjinë, sidomos me ardhjen e Stinës së tha tani, kur edhe do shpërfaqen problemet. Po problemi i energjisë Azmer është thjesht teknikalitet apo një sistem i mirë organizuar? Nuk do doja ta përmendja fjalën grabitje, por nëse do të gjej një sinonim tjetër të kësaj fjale ku askush nuk mban përgjegjësi. Po i referohem sërish, po them, shifrave të Instatit. Prodhimi vendor ra me 9.8%. Pyetja është pse mungon parashikimi për një vend që varet nga reshjet, siç është Shqipëria, pra varet nga stina e reshjeve dhe nga thatësia. Pse qeveria nuk ka ndërtuar ende kapacitete serioze rezervë për prodhimin e energjisë këtu në Shqipëri? Absolutisht nuk ka të bëjë fare me problem teknik, sepse po të ishte problem teknik e gjithë bota do kishte probleme me energjinë elektrike. Madje ne jemi pak më ndryshe, sepse ne prodhojmë gati 98% energjisë nga hidrocentralet, ndryshe nga vendet e rajonit që kanë edhe prodhimin e energjisë nga tecet. Por në vendin tonë, le të themi, edhe ne që kemi këto hidrocentrale, këto nuk menaxhohen si duhet. Unë e them e gjithë problemi ose e gjithë problemi që ne jemi në këtë situatë ka të bëjë me keq menaxhimin. Pra, sepse i intereson, si e thash më herët, kompanive ndërmjetëse që të merren me shitblerjet e energjisë. Pra, është një strategji Azmer për të justifikuar importet me kosto të larta, po thua? Absolutisht. Madje unë ju them edhe diçka tjetër, sepse flitet shumë pak dhe një pjesë nuk e di fare, po ne kemi një bursë shqiptare të energjisë që quhet Bursa Alpex. Dhe Bursa Alpex për të krijuar ka marrë minimumin në dijenin tipe $4.4 milion, pa marrë parasysh shpenzimet e stafit, rrogat e trajnimet me radhë. Dhe bursa pikërisht ka rolin që të bëjë transparencë për shitblerjet e energjisë, pra për çmimet e gjitha me radhë, pra keshit kur të blej energjinë ta blej me çmim më të ulët dhe mos ta blej me çmim më të lartë. Por bursa Alpex nuk ka funksionuar i nderuar. Pra u bën të paktën mos gaboj 2 vite që është plotësisht funksionale dhe ne nuk kemi dhëna të sakta. Pra do të thotë që këtu ka diçka që nuk shkon në pjesën e energjisë dhe problemi është se ne jemi para sezonit turistik e gon dhe do fillojnë problemet kryesisht në Rivierën dhe në jug të vendit. Pra do mbingarkohet rrjeti sepse mungojnë dhe investime në sistemin e shpërndarjes.
Pra, në momentin që nuk ka investime, do ketë probleme. Pra, vërtet po vinë turistët, por ato hotelet njug atje, duan kondicionimin, duan përgatimin e duan energjinë elektrike 24 orë. Kush do t'ja garantoj këtë energji elektrike? Por kesh i bie shkurt. Pra, në vend që të merret edhe me uljen e humbjeve, sepse duhet të themi një gjë tjetër teknikisht. Ne jemi vetëm vend që kemi humbjet më të larta në rajon sot. Pra, vend gati rreth 20%. Pra, 20% e energjisë, neve na ikën humbje. Pse ikën humbje? Sepse është rrjeti i amortizuar, janë ato telat e arnuar, ato përcjellsat, pra nuk ka investime. Dhe po s'pat investime, normalisht që humbje do jenë shumë më të mëdha dhe në fund ditës do detyrohet korporata elektroenergjitike shqiptare të dali të blej energji elektrike, por në këtë moment çmimet e energjisë pothuajse në gjithë rajonin do fillojnë të rriten nga dita në ditë. Qartë. Azmer, unë të falenderoj për bisedën dhe për ekspertizën sa i takon energjisë. Falenderoj juve. Ishim me inxhinierin dhe ekspertin e energjisë Azmer Duleviç folëm pikërisht për problemet e energjisë, një përpjekje për të rikthyer në vëmendje pra një problem i cili lidhet dhe pikërisht me sezonin e thatë dhe turistik gjithashtu, ku Shqipëria pritet të hyjë shumë shpejt. Ndoshta ka hyrë me përfundimin e muajit maj dhe me përfundimin e ditëve me shi në fakt dhe me nisjen e ditëve me diell. Mirë, do të bëjmë një shkëputje dhe do të rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të aktualitet për këtë ditë. Në fakt do të flasim për një çështje mjaft të ndjeshme sociale që na prek pothuajse të gjithëve ne. Bëhet fjalë për shifrat më të fundit e Eurostatit, sipas të cilit 42% e popullsisë së Shqipërisë gjenden në prag të varfërisë, pra e përmbledhur. Pra, sipas të dhënave të fundit, Shqipëria kryeson kontinentin evropian për nivelin e lartë të popullsisë 42% që është në rrezik për të qenë të varfër pasi vuan nga një formë e rëndë e përjashtimit social në vitin 2024. Pra, kjo shifër 42% e përkthyer, pra përqindja e përkthyer në shifër është gati 1 milion shqiptar gjenden në prag të varfërisë. 1 milion shqiptar vuajnë nga një formë e rëndë e varfërisë. Për të folur pikërisht për shifrat e Eurostatit, për të folur për zhvillimin dhe formën e pabarazisë në zhvillim që prodhon fakt kjo trajektore ekonomike, por edhe për fatin e mëtejshëm ekonomik të Shqipërisë në arenën gjeopolitike, shumë shkurtimisht kjo e treta, unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në lidhje të drejt për drejt me mua pikërisht ekspertin e ekonomisë nga Altax, zotin Eduard Gjukutaj. Zoti Gjukutaj, shumë kënaqësi që jemi së bashku. Kënaqësia ime. Ta nisim me njëherë me atë se çfarë është dramatike. Gjysma e Shqipërisë, se 42% pothuajse shkon afër gjysmës së Shqipërisë, është vuan nga një formë e rëndë e mungesës, që bie gati 1 milion shqiptar në prag të varfërisë. Çfarë do të thotë kjo? Sa dramatike është situata? Po jemi në një rajon ku sfidat ekonomike në fakt janë të përbashkëta dhe Shqipëria në vetvete ka atë lloj orientimi nga njëra anë ka një sistem fiskal që në vend që të fush pabarazisë shpesh i përposion ato, dhe nga ana tjetër pjesa e riskpërndarjes e cila lidhet me atë se si buxheti i kthen mbrapsht në forma të ndryshme, qoftë riskpërndarjen direkte të stresat më të varfra dhe stresat më vulnerabile, dhe nga ana tjetër se si është përndarë në një farë mënyrë politikën dhe për ato sektorë të ekonomisë të cilët ka nevojë për një mbështetje më të madhe, natyrisht që reflektohet në aspektin e drejtë përmendet në raportin e Eurostatit, i cili gjithsesi merr të dhënat dhe ato ka të përmbajtje për janë analizat dhe ashtu duke efektuar pjesën se si duhet të ndërtohet modeli ndryshe. Pra, modeli bazuar në gjithësishmëri. Është ajo që kemi thënë për sa i përket ekonomisë. Në vetvete, kemi një ekonomi e cila është anemike në mënyrën se si ajo është vepruar, vetëm mbi 2-3 kolona që janë ndërtimi, janë shërbime dhe që përfshin në edhe ato çfarë e turizmit. Në këtë pikë kjo ekonomi nuk e përfshin gjithë aspektin e ekonomisë, aq më tepër ato pjesë të ekonomisë të cilat ka të bëjnë me bursinë, ku aty gjendet kontingenti më i madh i atyre që janë pikërisht në prag të varfërisë apo që janë të varfër realisht, të detyrohen në forma nga më të ndryshme ose të largohen nga ky ambient i cili nuk i mban dot, ose të rrinë duke përforcuar sa më shumë në sektorët informale, që detyrimisht janë pjesë e asaj që regjistrohet në statistikë. Pra,
në një farë mënyrë ka nevojë që unë të barazisë dhe nga ana tjetër edhe varfëria e cila ndikohet nga këto barazi duhet të ndikohen nga një politikë e re investimis fiskale dhe në politikë investimis sociale. Pra në fakt, kjo duhet ishte një përgjigje reale ndaj shifrave të këtij raporti. Madje ndoshta nuk duhej pritur fare një raport i tillë për të ndërmarrë politika të tilla, një përgjigje reale. Po padyshim, neve ka kemi nxjerr para disa orë një raport të bazën tatimore në Shqipëri e cila trajton edhe ato që quhet si indeks i masa barazimit të ardhmave, indeksi Gini, ku cili në vetvete synon pikërisht të janë të shpërndana në stresat e popullsimit. Nisur kjo dhe nga raporti nga Agjencisë Sigurimit të Koditave, në cili na tregon se barazia është shpërnduar, pra kemi dhe një tregues që edhe taksat ka shkuar në një rishpërndarje të padrejtë, pra nuk kemi një sistem progresiv në Shqipëri, i cili ndikon pikërisht në këtë lloj rrugë i cili nga një ranë takson më shumë të ardhurat që janë nga stresat e varfër dhe nuk takson më shumë të pasurit, nga ana tjetër nuk bën një rishpërndarje të drejtë nëpërmjet politikës së dur dhe në tërësi ajo çfarë blidhet është në nivele të tilla modeste e cila nuk arrin dot të krijojë rishpërndarjen pasi dhe vetë buxheti është orientuar në atë qasjen që kemi përmendur elektorale ku nuk synon thjesht shpërndarje sociale, por më së shumti ka mësuar pjesës së investimeve në infrastrukturë dhe në ato sektor që qeveria i ka menduar se do të rikthehen mbrapsht nëpërmjet aktivizimit të ekonomisë, por që në fakt nuk ka rezultuar kështu pasi ekonomia në vetvete ka mbijetuar dhe është treguar rezistente, por nuk ka arritur dot të japë mirëqenie për të gjithë. Qartë, zoti Gjokutaj, kur flasim për varfërinë dhe përmendim shifra kaq dramatike sa kjo e pikërisht e Eurostatit me 42% që vuajnë nga një formë e rëndë privimit, 42%, 1 milion shqiptar gati në prag të varfërisë. Unë pyetja që unë doja t'ju bëja është si është shkatëruar gradualisht klasa e mesme në Shqipëri. Pra cilat janë shenjat që tregojnë rënjen e pandalshme të klasës së mesme dhe çdo politik që mungon për ta vitalizuar këtë shtresë që për hir të së vërtetës është më e madhja në numër e popullsisë. Atëherë, realiteti sotëm ekonomik, por dhe ai i llogaritur si realitet fiskal, përbëhet nga një ekonomi që mbizotrohet nga evazioni ende, nga përjashtimet tatimore dhe nga informaliteti. Të gjitha këto së bashku kanë ndikim të stresit mesme, pasi është ajo stres që nëpërmjet përgjithsisht të ardhurave nga puna ka mbajtur edhe barën më të rëndë fiskale dhe natyrisht duke i goditur në aspektin fiskal në raport me stresat e tjera, duke mos vendosur në themel të sistemit fiskal pjesën e progresivitetit gjithëpërfshirës, pra të taksohet njësoj si puna dhe kapitali. Kjo është një nga arsyet kryesore në të cilët ka ndikuar në atë pjesën se sa është ndikuar stresa që konsiderohet me të ardhurat mesme. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një kategori të ekonomisë e cila nuk ka prodhuar vlerë të shtuar, por ka prodhuar një vlerë për të mbijetuar. Dhe këtu kemi përgjithsisht ato sektor që janë bazuar